Platformës Art Motion, përshëndetje dhe mirë se vini në një pasditë historike në Gjilian. Sot futboll. Ky është kujtimi i fundit të sezonit, fotografia e skuadrës kampione. Atmosfera është jashtëzakonshme këtu në Gjilian, ashtu siç edhe i ka hije, e cila ishte spektakolare. Kostishin. Vjen arkimi i tij, shansi këtu dhe shtylla. Nuk arrin të shënoj Tabiqaj. Minuta e 4 e ballavazhimit. Afër Kostishin. Ukraina si që shkon tani me një arkim drejt zonës, shansi këtu dhe nuk ka gol. Nuk arrin të shënoj Arbmanaj, fati nuk është me të. Qëmë se çfarë të sjell ky moment Zekolli. Vjen arkimi i tij, shtylla dytë rasti këtu dhe gol. Arrin të shënojnë mysafirat. Një befasi në qiell fenomenal i Zekollit. Dhe Kiqina me kung fu goditje. Edhe njëherë gol i bukur pa dyshim. Feton Tushës, shansi këtu për dritën në zonë është Tusha. Vjen arkimi. Nuk e arrin Ajzeraj. Dhe do tjetë penalti për dritën kjo kështu. Ja shohim edhe nga një kënd tjetër. Penal si drita e diellit. Nisot Besnik Krasniqi. Goditja ti përfundon në rjetë, 1-1 rezultati. Mbrojtësi krahut me mos shumë t'i gola dhe asiste, jo vetëm në Kosovë. Dueli 1-1. Qojmë ndoshta një rast i fundit, Tusha. Kostishin, a do të kemi gol krejt në fund, Arbmanaj. Është ai, arrin të shënoj dhe 2-1 drita. Rikthimin e bën qysh në pjesën e parë dhe shkon në pushim me avantazh. Festohet në Gjilian me trofeun kampion. Leshi rrezikon tani, Arbmanaj e vjedh top temtimi i tij dhe gol. Drita 3, Feronikeli 74-1, Arbmanaj në top form. Goli i tij 10 në Super League. Është ai qendërsulmuesi që kishte munguar tek drita në këto vitet e fundit. Qysh prej kohës së Kastria Tregjës, ky ekip nuk ka pasur një qendërsulmues të tillë që e qen golin nga hiqi. Arbmanaj, mundësia këtu për hetrikun, goditja ti shkon jashtë. Nuk arrin dot të gjej golin. Ka pasur edhe devijim. Kiqina, mirë lëviz, Kiqina, goditja ti, super pritje. Intervenon Laurit Beluli. Dhe mbyllot gjithçka këtu drita. Tashmë mund të festoj. Titulli është rrugës e ceremonia do nis nga ky moment e tutje. Ka luftuar gjatë për këtë ditë. Cili e bën këtë ndeshje të veçantë dhe të paharrueshme. Ja dhe presidentët e klubit të dritës, të cilët pashtu do të nderohen me medalje. Murseli dhe Bunjaku kanë dhënë një ka shëndritur këtë edicion si asnjëherë më parë në histori dhe drita është kampione e Kosovës për herë të 4 në histori. Festa ka nisur në Gjilian dhe nuk sa të mbaroj, po një kohë të gjatë. Spektaklët duruan dhe merituan. Ishin ata që dominuan e me plot merit janë ata që festojnë në fund.